Në hollin e teatrit Andonza Koçajupi në Korçë u mbajtën këtë të njëjtë homazhet në nder të aktorit të mirënjohur Zhani Zicishti. Ai u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 86 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike. Familjar, miq, koleg, figurat politikës lokale dhe dhjetra qytetarë nga Korça dhe Devolli u bën pjesë e ceremonisë për t'i dhënë lamtumirën e fundit një prej figurave më të dashura të skenës. Mes kurorave me lule dhe heshtjes në hollin e teatrit, komuniteti artistik u përkul me respekt përpara portretit të aktorit që për dekada me radhë i dha zë dhe shpirt roleve të tij. Ka krijuar figura që mbahen mend dhe do të jenë gjatë në kujtesën e spektatorëve. Ka lënë mbresa të pashlyeshme në kinematografi. Ai shquheshe për një interpretim shumë të thjeshtë, shumë natyral. Kishi individualitetin e vetë të skenë. Ai do mbetet i paharuar për skenën, për individualitetin, për thjeshtësinë. Më vjen vërtet keq që largohet edhe një ikon tjetër e kinematografisë dhe teatrit tonë, ashtu si pasionet e tija që ishin jo vetëm skena, por edhe makinat. Shpesh takoheshim dhe diskutonim për shumë gjëra, më tregonte historitë e tij, të roleve, të realizimit të roleve, ndoshta edhe jetën e vështirë që pati kur emigroi në Greqi. Një nga figurat i cili diti me shumë profesionalizëm të jap kënaqësi, të jap role të jashtëzakonshme dhe unë besoj që ai do të jetojë gjatë me veprën e tij. Zhani takon një plejadë të shquar të artistëve korçar që kanë dhënë shumë për artin skenik, për filmin. Një Devolli, një familje me tradita nga fshati Zicishti Devollit. Ne i shprehim ngushëllimet më të sinqerta të familjes, por gjithë komunitetit të aktorëve dhe artistëve shqiptarë. Zicishti do të mbetet në kujtesën e artëdashësve për kontributin e tij të çmuar në artin interpretativ dhe për rolet që shënuan një epokë të teatrit dhe kinemas shqiptare. Teatri Andonza Koçajupi në Korçë ishte shtëpia e tij e parë artistike, ku gdhendi mjeshtrinë e tij përpara se kamera ta sillte përpara një publiku më të gjerë. Në kinematografi, debutoi në vitin 1970 me rolin e mësues Agronit në filmin Lumë Drite, një interpretim që shënoi fillimin e një rrugtimi kinematografik me 16 filma artistik.